probleme me shëndetin, probleme me fëmijët, për shembull, si sillen, shkojnë në shkollë, nuk shkojnë në shkollë, domethënë. Dhe janë nxjerrë me gjëra gjitha. Jo, prit marrë sekond. Ka të bëjë shumë motivi i shuplagës. Ti mund të jesh në stres. Kush është motiv pra? Motivi i pranueshëm i shuplagës. Po më presion apo të flas? Kjo nuk është motivi i pranueshëm i shuplagës. Ti je në presion edhe mund të kesh një shkak shumë madhor. Justifikon. Pra, nuk ka asgjë që justifikon. Nuk justifikoj punën fizike. A duhet të bëhet një shuplagë? Ka që të mbyllet një marrëdhënie, një martesë? Këtë po flasim. Ja vetëm një sekond, se ta ashtu. Jam pro punës fizike, thash. Një motiv, me që thej që mund të jetë një motiv. Mund të jetë çështje madhore që nuk përfaqëson. Një shembull që e bë ka pranueshëm, një shembull. Një shembull. Pritet marroj. Ja pra kjo është. Do ngrihesh ai tim duket se ajo tjetër. Njeriu në fjalë. Pak fare. Mund të jenë edhe të dy prindrit të frustruar, mund të kenë edhe problem. Familje nuk vazhdon. Po priti sekond, o miri, ti jetën tate, marrëdhënien tate ke pas fush me lule. Prindrit e mia se ka pas fush me lule. Nuk ka pas probleme, kanë fëmijë, ka pas probleme, kanë fëmijë. Si të gjitha çiftet. E kam 10 sekond. E kam zgjidhur në mënyrë më edukative. Po priti sekondë për të thash dhe herë. Nuk është dhuna fizike e pranueshme. Por se ndodhi një herë për një shkak apo një tjetër, një shembull të një shkaku. 2 sekonda. Një shembull të një shkaku, të dy. Po e bën përsërit 4